Faleminderit për të pyetjen, Manuela, se ndoshta është pyetja më e rëndësishme për qytetarin tonë. Urojmë të mos përsëritet ai skenar, ju e thatë me të drejtë, ishte një skenar kur çmimi në naftën botërore të papërpunuar Brent crude oil shkoi për një fuqi ka 56 litra naftë, rreth $129 fuqia. Ishte goxha çmimi i lartë. Edhe tek ne, në të kujtohet, para 4 vjetësh, pikërisht në mars, çmimi kërceu deri në 260-270 lekë për litër. Atëherë hyri ai elefanti në dhomë, që është bordi i transparencës, dhe tu tek ne qeveria e futi tani këto ditë ende s'është mbledhur, e futi me nivelin e naftës të përcyer në nivelin 210, 214-217. Kështu që uroj që nafta në atë kohë shkoi 270, në bursa ishte 149, siç ju përmenda, dollar për fuqi, ul $67 për fuqi, pra praktikisht 2.5 herë, po a ul tek ne 2.5 herë? Jo. Nafta ul, por shkoi diku aty tek kufit 170-180 lekë për litër. Dhe kjo ulje jo e menjëhershme, dhe kjo, si thua, rënja e naftës kur bie çmimi i këtij produkti që edhe ne 100% e importojmë, tregon që tregu jo nuk është transparent, që ka ndodhur abuzime shumë të forta, pikërisht në momentin kur pasi është ngritur nafta në një pikë caktuar dhe është futur dhe bordi shtetëror, pra ku është garancia për ne qytetarit, duke qenë përfaqësues të institucioneve shtetërore, abuzimi do jetë sa më i pakët, ose të paktën ata nuk do ta tolerojnë, por mundet të shkojë kështu si një mustaqe që thon populli me një shprehje, pra mos arrin ta kuptojnë. Uroj që realisht ky bord që të mblidhet për herë të parë ta uli këtë çmim naftës, sepse sot që flasim pikërisht në këto momente, sapo e pash bursën ndërkombëtare, ishte ulur